Përshëndetje çuna dhe goca, mirë se vini te kjo video e re. Sot vi me një sfidë ndryshe nga sfidat e tjera. Atëherë sot ne do kthehemi në artistin Tak Fak. Sot do pikturojmë njëri tjetrin dhe ju do jeni ata që do vendosni se kush ka pikturuar kë më bukur. Kështu që pa humbur kohë, le të fillojmë të vizatuar. Vizato bukur, më bë si baba gjyshi mua. Ande do të bësi bufabora. Si, do të nxjerr me tela apo pa tela figurën? Në tela. Me tela, patjetër. What? Si kam nxjerr plak. Që ta bëj hundën dhe unë plak? Bëj ashtu si e kam. Mos, plak e prisha, ti kisha bërë shumë bukur. Këtë dalë si kungull me sy. Ti kam bërë sy të plak si me mund. A nuk do të më shikosh mua? Ja, të është vizatimi im. Gjatë rrugës mund t'i bëjmë një ndryshim, po... Këtë si këtë alë, plak. Kringe. Tani do marrë specialitetin tim, gjyrën e mishit. E pse ke specialiteti atë? Sepse ti nuk e ke. Shiko mua. S'kam shëllur mirë të kam që knoq shtrand. Shtë të kam që. Që na pranë ka dhënë tela për të drejtuar pak të rinjt. Ule po më barku, ta të pastaj videon se të më hajt buk. Hajde me burë mbarojmë. Jo, po më hajt buk, edhe vjen pastaj. Hajt buk o plak. Ora, hajde bëjmë mbarojmë statimin, pastaj ha që duesh. Jo, plak po më hajt. Më bëha plak. Ora, hajde bëjmë bitën në burë. Dhe tu hangre që ditët. Po kisë nuk vizatova të shëndosh? Quna dhe goca, me qenë se i villit për i hajt buk, kemi vendosur të bëjmë 5 minuta pushim, shush duhet t'ja plesojmë gjitha tekat. Qa bën mër burë? Qa bën mër burë? Qa bën e vëlla? I rëdzove tëra poshtë. Qa bën o bur? Rëshqita pa dashje. Imagjino ti kishe me kasë, so bo se kush i mblidh të ato. Mos. Hese me fshesën ku edhe shpejt, se po erdhi mami me babin, e kemi punë keq, merë fshesën, shpejt me fshesën. Mosim, që ndodhi? Fshesën e Korenit, më na ha shumë kohë plak se po erdhen, bo pastaj. A ju ka ndodhur herë juve që rrëzojnë ushqimet, kështu edhe ti mblidhni parë si mami me babi, se për zotin është një nga gjërat më të këqija që mund të ndodhi. Për 20 minuta janë në shtëpi. Ne zëtim ta ngasim fshesën e Korentit. Po them drejt. Veçik drejtër. Tani që është pis, humora pjatën, jepi shpitëri.
Ha mo, dita fshish ti. Po të imagjinoj kur që neve do bënim video me të fshirë shtëpinë. Ju është ose gris tapeti në burë. Shetu po. Mos. Që me në burë të gris tapeti? Plak se ke fshi mirë. Po që do me më plak e do ti? Radhen? Radhen! Një nuk e duan radhen. Fshi e ti. Po shto fshi e burë, hec. A ishe ti e i që rëzove. Do të nisë tapetin plak, çfarë bën? Fshiva tani, të rish pastër. Atë sharmore për të nga ti? Po? Shumë keq, shumë keq. Shik, po ti e ke lërë shumë pis plak, çfarë ka bërë? Tani që në ka jegi radhen? Kam gjithë shumë keq. Do të flasim duke. Nuk e di o plak. E fshiva, s'ka më. Shiro në pastroti tani. Tash i duhet vemi të pastrojmë të se në është mbushur plot, desh na shpërtheu në dorë çfarë. Jepi. Ti mund ta bësh pastrimin kësaj. Jo plak, vetëm ti e good boy. Se ti e derdhe ti do e fshish. Ec. Çop çop. Na pas gjithë kësaj katastrofe, më në fund arritëm të rregullonim situatën për fajin e këtij gicit. Do të hash? Jo. Pse jo? Gjithsesi tani rikthehemi tek video me vizatim. Ore di që më hajt ma tani? Seriozisht e ke ti? Po. Ore vazhdo pikturën aty. Aty as pikturë s'ka për ke bashkë Ravina. Su e pikdo të plak. Çe ke? Plak, që të bëti? Po pse vizita në park? Ti e speci është shumë e çuditshme. Në fillim u rrëzove, e fshive, tani e keni vizatimin të erë. Plak, çfarë po bën? Nga ky shikim jetë e kuptova që ti nuk je këtu fare me mua. Në çuna, siç e pat, vizatimet tona janë gati. Do t'i bëjmë një edit të bukur këtyre vizatimeve tani. Ja pra çuna si që pat, tërgohu ti se po të zavancoj me këta. Edhe pikturat i bëm. Gjithsesi shkruani në komente se kush e ka vizatuar më bukur dhe shihemi tek video tjetër.